Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Përfundoi dhe raundi 2 të zgjedhjeve komunale në Kosovë. Qytetarët e 18 komunave votuan pasi në zgjedhjet e 12 tetorit, fituesit nuk arritën të merrin shumicën e mjaftueshme të votave. Sipas Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetvendosje kanë fituar zgjedhjet lokale në 7 komuna. LDK-ja ka fituar të dielën në Prishtinë me numrin më të madh të banorëve në Kosovë, si dhe në Pej, Viti, Dragazh dhe Jonik. Paraprakisht, kishte fituar dhe në Lipjan dhe Istok. Lëvizja Vetvendosje ka fituar 7 komuna. Partia Demokratike e Kosovës ka fituar në 6 komuna dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës fitoi në 5 komuna. Përparim Rama i LDK-s ka arritur të sigurojë 46.000 vota, ose rreth 51.54%, ndërsa kundër kandidati i tij nga Lëvizja Vetvendosje, Hajrullah Çeku, në balotazh mori 44.126 vota, ose rreth 48.46%. Me këtë rezultat, Përparim Rama është bërë sërish fitues i kryeqytetit për 4 vite të ardhshme. Me njëherë pas shpalljes së rezultateve, LDK-ja filloi festimet në Prishtinë. Përparim Rama kërkoi bashkëpunim me pushtetin qendror, ndërsa paralajmëroi ndryshime në kabinetin qeveritar. Kryeqyteti është zemra e gjithë Kosovës e kombit tonë, prandaj kushdo që vjen në nivel qendror duhet të jetë bashkëpunues, e unë nuk kam dyshim që edhe një muaj e gjys do ta kemi edhe Lumirin atë të provincës. Noi ka premtu. Ndërsa kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku premtoi ndryshim të qeverisë me Prishtinën si tregues përfitore. Le të jetë kjo fitore një shpresë për rrugën që e kemi përpara, jo por edhe për qytete tjera, edhe për Republikën e Kosovës dhe fatin e popullit tonë. Ju kam thënë, po ju them, dri do të ketë këtë Republikë, Prishtina foli e para, Prishtina do të vlet e para. Kryetari i Lëvizjes Vetvendosje, Albin Kurti, e vlerësoi sukses raundin e dytë për zgjedhjet lokale. Sipas kryeministrit në detyrë, ky është një sukses i vetvendosjes dhe i të gjithë qytetarëve. Kësaj radhe kemi fituar në 7 komuna. Kjo është një sukses i Lëvizjes Vetvendosje. Natyrisht që kemi synuar edhe më shumë se kaq, por më lejoni që të përgëzoj 4 kryetarët e komunave që kanë qeverisur në këtë 4 vjeçar të kaluar, Podujeva, Shtimja, Kamenica, së cilave u bashkua edhe Gjilani sonte me një fitore të madhe, por përveç kësaj është e qartë që kemi fituar edhe në Mitrovic dhe kemi fituar edhe në Fushë Kosovë dhe në Obiliq. Deklaroi Albin Kurti. OSB dhe Bashkimi Evropian vlerësuan mbarvajtjen e raundit të dytë të zgjedhjeve lokale në Kosovë. Shefi i misionit OSB-s në Kosovë, ambasadori Gerard Megurk, vlerësoi punën e kryetarit të KQZ-s, Kreshnik Radoniqi, për menaxhimin e suksesshëm të procesit zgjedhor të tetorit dhe nëntorit. Ai theksoi se përkushtimi dhe profesionalizmi i institucioneve zgjedhore kanë forcuar demokracinë në vend, ndërsa ushtruesi i detyrës ambasadorit të Bashkimit Evropian në Kosovë, Eva Palatova, e ka cilësuar këtë proces zgjedhor si një dëshmi të demokracisë në vend dhe ka vlerësuar për mbylljen e suksesshme të ciklit të zgjedhjeve lokale. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Partia Socialiste e Shqipërisë rikonfirmon fitore për 5 kryetarë të bashkive në vend. Sipas rezultateve parapraket Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, fitues në zgjedhjet e pjesëme vendore të së dielës mbajtur në Vlorë, Tepelen, Berat, Matë e Cerik janë kandidatët e Partisë Socialiste. Bashkia e Vlorës do drejtohet nga Brunilda Mersini. Ervi Ceca do të kryesojë Bashkinë e Beratit. Bashkia e Cerik fitues është Florenc Doka, kandidati i Partisë Socialiste. Në Bashkinë Matë fitues është Altin Bojni, kandidati i Partisë Socialiste, dhe në Bashkinë e Tepelenës fitues është Gramo Sako. Në këtë bashki për herë të parë u aplikua numërimi me inteligjencë artificiale krahas procesit të numërimit manual për anëtarëve të grupeve të numërimit. Pjesëmarrja në të 5 bashkitë sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ishte 18.45%. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.